الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. Nderuar xhamat, Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu, qish në fillimin e dersit I drejtojmë me lutjet tona të sinqerta për pranimin e ibadetit të xumas, me gjitha sunetet edhe vajibet që e rrethojnë. Elusim Allahun Jalla Jalaluhu që haxhive në haxhin e si vjen t'ja u pranojnë haxhin me farzet, vajibet e sunetit që e rrethojnë. Elusim Allahun që xumaja edhe haxhi të banë një shkas I një lëvizjes së përhershme të mendimit të muslimanve edhe të rikontrollimit të jetës atyre, të kaluarës atyre, disa faza prej të cilëve muslimanët vinë në kohën e fundit, e kam fjalën në dekadat e fundit. Të nderuar xhamat, janë momentet e fundit, është treni I fundit ku duhen muslimanët të ngriten, të hipin në ta. Janë ditët që në stacionin e madh të trenit, në stacionin e madh të trenit modern shpëtues, po s'hipën muslimanët në këtë rast, ato ngelen pastaj në stadiumin e ngelçave ku njerëzit me besimin e sakt metën prej vitit 1900 e kaq deri sot me të vërtet metën para njishit, metën 9-0, metën para zerës ato, faktikisht ato metën në andra, metën në stadiumin e andrave, edhe islami të mfalni, islami për as një send nuk po vun, ai për as një send nuk ka me të keq vetëm për një send. Islami ka me të keq për xhamatin e vet, ka me të keq për muslimanët. Ai po vun se xhamatin e vet se ka me veti, ai nuk po vun si din, ai nuk po vun si rregull e Allahut I zbritun, se nuk vun altani 5 lirë 24 karat në qafën e gruas. Ai sa është keq, po ai altan me kur del me zinxhir I varrën me një kumën. Është keq, është ngjengje të keqe ai. Pse gruaja e keqe nuk e varrin qafat, e varrin me një kumëll në borë. Si ta varrësh në borë, në historinë e njerëzve që shkruajtën me laps, holla dhe gjatë edhe gjan, ato thanë altanin e varrën pem, e ka hangër edhe gomori. Ka ndodhje ka hangër gomori, ka gomor që I han teshat, mas kordelit e ka hangër edhe altanin. E han gomori fan tonë, nëse ti të han tije në realitet, a I fan tonë se në han, dinin tanë se në han, të han tije duke menduti se ndoshta ato që duhet të mbajnë edhe të ngritin islamin, mos janë dikun. Gjithmonë duke mendu se kjo fe ki din, është I mirë, është në regull, pse është I mirë dhe është në regull jam unë ati, por për me ngrit edhe me majt do tjerë dikun janë. Kja është defekti I muslimanve modern, kja është defekti të I cili duhet të korrigjohet urgjent prej muslimanve edhe të hipin në trenin e atyre. Haxhi është një tren I madh, haxhi është një tren me 2 milion vagona, se cili njeri prej neve sot
e ka karrikën e vetë ati. Haxhi është televizor, është ekran, më i bukur ku 1.700.000.000 musliman këtë dita mujnë me upanta. Mujnë me upanta epizoda me bukur për korrigjimin e të menduarit të muslimanëve. Allahu Jelle Jelaluhu tha në Kur'anin e Kerim, atje për ato njerëz që janë atje mrena, tha në Kur'anin e Kerim, fihi ayatun bayinat, në Qabe mrenda, në viset e shenjta, në Qabe edhe jashtë Qabes për rreth e për qarka saj, tha kemi bë sende të shenjta të çuditshme për mësim. Me të vërtetë për mësim. Arafatin e kemi bë universitet në vete, edhe fjala universitet nuk e rrethon ata. Mia ku hodhen gurt e kemi bë universitet, po një universitet nuk e rrethon ata. Qabën vetë me shenjat që i ka mrenda, për secilin shenjë në vete e kemi bë universitet, po universiteti është pak për ata. I dashur i xhamat, unë po filloj me disa fjalë shumë tranzit, duke kalu shpejt prej Arafatit e të zbrit të poshtë. Haxhi mbaron në Arafat të shku prej Qabës, po unë po filloj prej ka dita me e madhe. Me izin e Allahut, si pas gjitha sendeve deri në këtë moment, ajo ditë do tjetë si vetë dita e dillë. Nëse diçka e gjallë nuk ndryshon deri në atë moment, i dashur i xhamat, Arafat do të gutem, do të kaloj shpejt. Arafat, pse e ka emrin? E ka emrin Arafat për shumë sende ulemat kanë thonë. Arafat shqip dhe me thonë takim, kanë thonë djetarët me një skaj. Në margjinën e librave të shkruara kanë thonë se Ademi edhe Hava janë njoftu ati. Dhe me thonë e ka emrin Arafat shqip njoftim. Arafat shqip dhe me thonë shejtani kur i ka dal Ibrahim a.s. nudhe në rrugë ai me djalin për dore me qute vendin me bo kurban. Ajo gjujti me gurata e fundi asaj ngjarjes ishte në Arafat, i ka thënë Gjibrili a.s. mas kejt kësaj këti provimit të madh, mas kejt kësaj sprove të madhe Allahu Jelle Jelaluhu dashurit vet, i ka thënë mas kejt asaj hel araft mu në këtë vend e dite e mësove çka ka gjithë kjo prej të andra parja buneja inni ara fil manami anni adhbahuk, o biri jem po shof në andër për të pres, sa ja abeti faal ma të umar sa të gjiduni insha Allahu min as-sabirin, sa bab ban shka je urdhnu, nuk ka thonë gjali ban shka je të pa në andër, nuk ka thonë gjali ban shka ke pa në andër, sa ban shka je i urdhruar, pra andra jote nuk është andre jemja, është urdhja Allahu Jelle Jelaluhu, ban shka të ka urdhnu Zoti. Urdhin prej të andrat Allahu Jelle Jelaluhu, kalimin tanë ka gruja jote duke e lajmru se çka po ndodh, pregaditja e shoqës tanë dhe djalin për kurban, marja e jote për dore, e kalimi jot ka qabja, e deri në Jamratul Aqaba, e deri të shejtani vogël edhe i mesme dhe i madhi, hudhja, ndalimi i shejtanit në rrugë, hudhja e jote gurd njëni pas tjetrin ka 7-3 herë, edhe kalimi jet në për Muzdalife deri në Arafat, në fund Gjibrili i thot Ibrahim a.s. në Arafat, të vendi Arafatit, hel araft, e mësove, e pave qka ke kjo? Kjo a di qka do tjetë? Kjo do tjetë rruga e njerëzve deri ditën e kiametit, ku do të vinë me u njoftu, me kënd me u njoftu. Në numrin 1, me u njoftu me vetë vetën. Haxhi është obor, është stadium ku njerëzit njoftohen me vetë vetën. Jo gjithë njerëzit din me u njoftu me vetë vetën. Din me u njoftu me vetë vetën një grup e madhe e njerëzve, por jo të gjithë. Kush janë ato? Cila pal janë ato që ka din me u njoftu në Arafat me vetë vetën, edhe cila pal nuk e din këta. Janë ato që din me u njoftu me vetë vetën, muslimanët të cilët tani jetën duke fillu prej fëminis, u fotën në xhami, edhe fillun me mësu për fenomenin haqë, qish në fillimin e derseve të fëminis atyre, ato vetëm ju met një pun për e kri, të mirët, interesant, të mirët, met një pun për e kri, metën për e pa. Ato qish këtu në rini e din se i harami është farz, lebejka është farz, edhe është farz një jeti, të trijat e bajnë një farz,
ato e din se Arafati a farz, ato e din se tavafi ditën e Bajramit është farz, ato e din se kurbani është vajib, ato e din se niyeti i haxhit është 3 lloje, ato e din se njëri bëhet ka umra dhe kurban, tjetri ka umra dhe kurban, njëri s'ka kurban, ato e din se në njëri niyet bëhet niyeti për umra e pastaj për haxhin prej Mekës, ato e din se tavafi është farz ditën e Bajramit, e din se tawaful veda është vajib, ato e din se saja është vajib, ato e din se gjumin Mina është vajib, ato e din se gjumin Muzdalifet u kthi është vajib, ato e din se gurt e parë janë vajib. Kejt këto i din, e shkas din këto, kjo grup. Këto se kanë pavesh se qisha, jesin duke jetu me mal kur ta shohin, kurse xhamati jon të cilit unë i drejtoj një kritik të gjallë me majën e shigjetës e cila shpon shumë fell, jo xhamati ton xhami, xhamati ton në shqiptari, jo xhamati ton, kur të thom xhamati ton, kurse kam për qëllim xhamatin e xhamis, asnjëherë, xhamatin e xhamis me kejt xhamatin ton, të ngratit, kanë me maru shumë shtëpis, kanë faj, kanë me ble shumë aras, kanë ko, kanë me shëtit me shkue me ardhë, shumë vite janë zanëm, kur të shkojnë haqë këto, atje në haqë dojnë me mësu haqën. Këto dojnë edhe me e ba, edhe me mësu më njëherë, kjo s'ka mundësi, e pas taj vinë të ndoshta ankohen prej ati që ka qenë njëherë, ta shti bajnë gabimin edhe ma të trash, pse aj se mësoj shka ka qenë njëherë këta, pse aj që shkoj njëherë e mësojve, që ta mësoj e tije. Unë hala se mësova në medresa haqin kejt, unë hala mas gjitha këtire viteve studimoze, hala se mësova haqin, ta shti ki ka prit me ja mësoj haqin aj që ka qenë vjetë, se aj vetë mësoj, mo ki me të mësu. Ndoshta i vërsullet dhe një hoxhës në qafë, se më kalzove shka ke kjo pun, shka s'ka, Allahu ka thonë në Kurani Kerim, fihi ajatum bayyinat, ka shenja të dukshme, ka shenja të dukshme në qabe mrenda, unë pa u kapa me tije në derset e gjumas, vetëm qeshen e zemzemit, ma more ti muë një gjimzviti, e në haxha gjimzviti, rriun ta spjegoj tije kejta ata. Filimin e ndërtimit qabës, filimin e rotacionit kalimtar të Ibrahim a.s. për punën këtu vurjen e fundamentit të haxhit, ketë polipe prej me spjegu ma more një vjet, të ashtë ati një vjet rinë haxha, e ke pasa ke rangusht, e ke pasa je largë, të në kohën ti, xhamati dashur, se ka për një ilmi hal me pashka haxhi, të në kohën të ardhe në xhami 5 minuta para ezanit ditën e xumos, të në kohën të në jetën ti pitet cigare me qibuk edhe me kamish para derës xhamis duke u bë derset me smrami të aseli Allahu me shku në haxh, e ti të në kohën këtu folke për haxhin 50 vite me radhë, s'kishe ti kohë me himrenda, të është i ke qef me të mësu hoxha jot haxhin në deve, në shpinë devës me të mësu haxhin, në shpinë devës pejgamberi jon a.s. i ka fol disa hadise, për fatin ton kanë qenë ato të shkurta. Në shpinë devës kanë qenë hadiset të shkurta. I ka thonë Muadhin në shpinë devës, ja Muadh, ka thonë foli ja Rasul Allah, a e ditë qka i kanë, qka i kanë njerëzit Allahut hak. Tha jo ja Rasul Allah, tha ato i kanë Allahut hak me i bo i badet ati mës mi bo shëq. Pastaj tha ja Muadh, a di qka janë hak i njerëzve të Allahut, tha jo ja Rasul Allah, ti e din, tha mës me i ba azab si t'jenë të mirë. Usos mësimin shpinë devës, ka që nuk ka 50 minuta, në shpinë devës shkurt, ta shti kur shkojshti në haxh, shpinë devës dënë me mëso haxhin, haxhi është institut, haxhi është i badet i madhë, Arafati, po e shkurtojmë pra, Arafati është ditë e kiametit, po të mësoj vlau i dashur ti, që ke hinë xhami, Arafati është ditë e kiametit e zvogluar. A dhanë së bashku të ndjekim një ajet të Kuranit në Suratul Ma'arij, në gjuzin 29 Kurani Kerim, për ka radha asureve nëse dënë me lezu të shpia asurja 4, të barak e ledhi Suratul Mulk, Suratul Kalam, Suratul Haqqa e pastaj Suratul Ma'arij. Ajeti Bismillahirrahmanirrahim, ta'rujul malaikatu warruhu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, për logarin kam duhet me nejtë para Allahu ditën e kiametit 50.000 vite. Për logari 50.000 vite. Ka thonë, inna jaumen
inda Allahi ka elfa sanatin mimma ta'uddun. Një dit, 1000 vetë tuat këto, një dit e Allahut. Një dit e Allahut, 1000 vite tuat këto. 50.000 kësi vite dush me nejnë kam për logarin me dhonë. Para se të shkojë njënin gjennet edhe qetrin gjehennem. Arafati është dita e kiametit, 50.000 vite. Të smjegojnë shpinë devës? Nuk është këtu haqë që di njerëzit. As nuk është që shrin njerëzit tonë haqë. Ato bisedojnë për shtëpinë e darsmën në Arafat. Ato bisedojnë për halët e shtëpisë edhe arës dhe të farës në Arafat. Ato orët e Arafatit të në këtë bot janë 6 orë kejtë. Ato janë pinë drejkë deri për ndon djeli. Kanë thënë ulemat, është leju është bë lëshim i madh prej Allahut, falje, mëshirë, rahmet. Kanë thënë vetëm këto ditat e kanë natën përpara, vetëm dita e Arafatit e ka natën mrapa, edhe me met ti mas dillit me hin Arafat, mas perëndimit dillit terin mëngjes me tu konsideru se je haxhi. Vjen pidikati i vonuar, ku me dit. Po e din Allahu mirë se ti gjithmonë ke merak me ardhi i vonuar. Vjen pidikat në xhumë, ku me dit. Kur ven a 5 minuta para ezanit, a 5 minuta masa, mas se visejdes, a para se visejdes ven pidika në xhumat ku. Edhe mas se visejdes imamit xhumë e kije. Arafat kaq shkurt edhe qartë ven haxhiu prej Arafatit Muzdalifa, ati ban një ibadet edhe një neje të shkurt, fala kshamën edhe jasin në kohën e jasijës, i vënuar, Allahu ka thonë, i vënuar, ti dajma po vënosh, unë po takuj, po ta pranoj, se ti gjithmonë po vënosh, aksham edhe jasi i vënuar në vaktin e jasijës, bani bashk, gurt, me rre shejtanin. Me rre shejtanin. Ku me rre shejtanin? Ati ku thash gjemati dashur. Ati ku ai s'ka mundësi me qenë. Rasulullah i tha, ta'amu mina, la ya'tihi dhubab. Than mine, në gjellat e mines nuk bjen miza. Ati miza s'ka, e shejtani do të deportojë. Ati ku janë mbledh 5 milion njerëz me njoft Allahu një. Çfarë shejtani asha? Ati ku 5 milion njerëz tojnë lebejk, Allahumma lebejk. Që të shetani asha? Ati ku njerëzit falen me ko, edhe e lusin Allahun sinqert. Ati ku 90 vjeçari i ka ngrejt durët, ati janë shetani. Ati ku fëmija i ka ngrejt durët, ati ka shetana. Ati ku 300 njerëz, parafërsisht, 300 njerëz në dite vdesin, në haqë vdesin 1.500 vetë, parafërsisht çdo vjet, prej ative haxhive, ati ku ato të e dhanë frymën e fundit i ngrejnë durët, ati janë shejtani, apo? Ati s'anë shejtani. E di ku është shejtani? Vllau i im i dashur. Shejtani është ati ti ku e ke ngull hunin në mexh. Shejtani është ati ti ku e ke ngull umin në mexh. Shejtani është ati ku e ke kap ti grebulkën me ngredhavin e huj. Shejtani është ati ti ku do me nu strehen. Shejtani është ati ti ku do me nu vatanin tanë. Shejtani është ati ti ku do me fol një fjalë me varrosa qetrin në zemër. Shejtani është ati ku ti don me marr një aksion për të hujen me ba tandën. Mu ati është shejtani. Shejtanin mina, çka lip ati? E tash ti ne e zonin thuj. E mirë mase ai shtash ati. E shka lipim pra na me gurt në dorë ati. Mase ai sash ati. Pse na atë jemi pra ati? Na nuk jemi ati me raf ata. Na nuk jemi ati me varros ata. Na nuk jemi ati me varru ata. Na nuk jemi ati për ata. Na jemi ati me i hudh gurt me thanë diçka. Na jemi ati me thanë një fjalë me gurt e tonë. Na jemi ati me i thanë Allahut me 7 gurt në dorë, o Zot, na jemi kana jote. Për këta ne e bojmë këta. Me i thanë Allahut na, ti shka i ke ban këti, ti i ke thanë këti rajim në Kurani Kerim. Audhu billahi mine shejtani rajim, mbrohem me Allahun prej këti të gurzuarit, prej këti të malkuarit, prej këti të rëmbyerit, nga në Allahu Gjelle Gjelalu, e tash Allahu për ata ka thënë kështu, idhhab fa innaka rajim, fa alejke lana ila jomi din, ka thonë, i malkum deri ditën e kiametit. Allahu e ka bar rajim, e ka gurzu ata.
edhe na me gurteton në atë vend i thojmë Allahu Gjelle Gjelaluhu, jo për e rajmë këtë shejtonin, po e lajmërojmë me vepër simbolike se na ka na jote imi. Kështu e ka ki dini jonë. Sende të çuditshme. Dush me shku në qabe, është një guri, dush me puth ata si të mujsh. Si pas me zhebit s'ka nevoj. Se do e kanë vajib e ti s'juban pas taj zahmet ative. Në regull. Njënin guri me puth, qëtërin me re me guri. Njënin guri me shku me uba zahmet për ta puth ata, qëtërin guri mira me guri. Qka në ki badet kështu? Po, kështu është. Atje i bim njënit guri me guri, thojmë Allahut, po unë jam ka anajote, ka ti jam unë. Qatë që ti e ke anë mik, e kam shpall edhe unë anë mik o Zot. Kjo është mina, gurë të haxhiut këto janë. Ate e që ti e ke banë mik, edhe më ke thonë, inna shejtana lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa. Shejtani është anë miku juaj, njifne për anë mik. Edhe inna shejtana lakum aduun mubin. Ka thonë shejtani për ju është anë miku i madh. Ka thonë inna shejtana lakum aduun mudillun mubin. Shejtani është për juve anë mik shqetësues edhe rrugë shtrembues i madh. Kujdes, shel hap me kujdesin. E lashun ata masive të juaj. Kërkojnë janë prej muslimanëve bas shpjegimeve të hoxhës ati. Tha, që ketë që po e kallëzojnë shumë të rrezikshëm anë mik, pse s'na i la Allahu që ketë ta kishmi pa? Ta kishmi pa, e tha ai, ta kishmi rëmbi los. Jo los, unë po t'ja për revole. Ta gjojmë në revole ka qak dikon, sa për los, kur gjo, ta gjojmë në revole ka qak ti moja më njëherë, unë po ta gjojmë njo, pa problem. Kur s'keme mund me ba, Allahu e la ata me hes pas shpine dhe para shpines tonë të padukshëm. E ta shti kalzo gjafën e a i tha, pse e la të padukshëm? E dim ti pse e la Allahu ata për mës me pa ti? Pse a i mla mu e ti me mpa, me të kalzu për kushan shaj. Po e la me pa ti ata, ka pas me mlan mu e mës me mpa ti. Jo, e ta la mës me pa, po mu mla me mpa ti. Edhe me mvet, me mpite unë me tregu pa hile, se kështu janë punët. Prej këtu mbrou, prej këtu mbrou, prej këtu mbrou. Unë kisha me të pyet një sen. Nëse ke qefti me pasqen shejtani krijes që ti me e pa ata. Ato anë miqet minët kur ti nujnë në tokë. A i nujnë mi pa, mës mi pa ato. Ato me i nu me i pa, ti s'kan efekt. S'kan kur një efekt, kur një send, kur një kuptim se kanë. Ato e kanë kuptimin e vetë, ti me i pa, mës me i pa ato. E ti, si ta ketë lana janë miku më asë zakon, mës me i pa ti minët që i kanë unë tëkë. A do me thanë se ti me u ba budal me imshut gjithë? Jo, e ka kalon Allahu me pa, minët i kalon anë miku mës me i pa, pa Allahu la e pror me të tregu ti e se këtu ka. E prorin ti e shef. E prorin tanë, e prori jotë ka dhënë se ki teren është i minuar, mos i bërë këtu pari. E ta është ti dush ti ba është trim, thu. As këtan që spesho mo, po edhe këtë spe jo, e ta është i njonin se sho, edhe qetrin se jo, dush me prit ta është tretën, e treta është ti, ja për skejti, ja me një kam, e me një kra, se dush me dhanë dishka, si mës ngojsh dush me dhanë dishka. Ka, zdo sen ka ujemin e vetë, zdo sen e ka tatimin e vetë, shqip për e thamë, zdo sen dhe ka bashdarin e vetë. Allahu Gjelle Gjelaluhu e la këtë krijes kështu, anë mik të padukshëm për ne, pa i zbriti kitab, a i qoj për nga merë, a i qoj të dërguar të vetë me të regu për këtë qeshtje, edhe qoj liber, qoj ajete, i dashuri, i Allahu Gjelle Gjelaluhu gjërësisht, e spjegoj qeshtën e këti anë miku të madhë, edhe tha, këtu s'ka loj, tha, Kurani Kerimi, inna shejtane lekum aduun mubin, tha shejtani, ashtë për ju anë miku i madhë. E qka banaj? A i dënë me të aprish haqin, dënë me të aprish namazin, dënë me të aprish abdesin, aja është mine para kam vetua, prej derës pragut, prej pragut derës tanë derin prag gjamiës, me arti vonë gjami, faktikisht me mundësi mës me ardhë hiq, me të pru deri të një vend ku ti e shef se
shti mos ka ko, që atëhera i nis dars me në vetë se të boni, mos me i hiq, i knaqën sa të dush kur të vanosh në gjami, i knaqën sa të dush kur të alisht i vonë me ju këthi Allahu Gjelle Gjelalu, i knaqën sa të dush me njerëzit ton që u rritën në sistemin komunist të zi të ngatruar, sistem strofëll mini, sistem strofëll zhabe, sistem strofëll jazbëci në tokë mrenda, edhe edukoj njerëz generata edukoj, të cilët me gojën e vet hitë se kanë gajle ose mërzitur dhe ka vakt. Për shka ka vakt? Vetëm një njeri ka vakt këtë ku, qërë s'kanë vakt, vetëm një ka vakt, vetëm një njeri ka ku, realitet një grup njerëz kanë ku në dunjo, ku qërë s'kanë ku, e kush janë ato shka kanë ku? A i shka ka linë sot, ka ku të rritë martot, edhe 20 vetë. Që më do të atimizon nuse sota? Sot ka linë njoni me ditin mars, 2001, mullën i nuse, ka ku! Jo sot, ka, edhe 20 vjetë ka ku, vetëm këto kanë ku. Sot asker, më në jarë ka linë, sot asker, më në jarë, ka ku, të rritë shkoja asker, ka ku. Ama s'ka ku, të rritë falët, të rritë që njëse mu falë, ka ku, të rritë kur ka ku. Të rikur, jo të rikur ka ko, këta e mësum se s'pas ka ko, të rikur ka ko me vazhdu qështu, me që këtë mendim, ki mendimi kur do të sosët, dhe rikur njerëzit kanë ko me dalë për kësa i krize mo. Të rikur ka ko me mendu prap, 600 shpi, 10 vetë në mas të bajt, 600 shpi, 3 gjamia që si zonë gjumo, 600 shpit disafa, edhe në këtë fshat, edhe meren prej Tërnovësit deri në Struka atje. Kjo deri kur ka ko, kjo deri kur dhe shkojë kështu. Prej Tërnovësit deri në Durrës sa harrova të më falni, se po bëjmë ndarje pa lidhje të ashtu Allah, inshallah s'na i shkrujnë gjuna, pse po bëjmë si ndarje të liga këtu në kursit gjamiës. Gjamati dashur, s'ka ko, edhe ka ko për një sen qëtër, ka ko për bimat, jo ditë shka ta mellësh me korë, mas në mujve, ka ko të rritë batë, për ato ka ko, jo për ti s'ka ko, për ti e koha asos, për ti e koha akrimo, akri koha e mendimeve të mikta o i dashur, trazohu o ti i ri, trazohu, shkelet të kaluarën tonë dhe me kam me një fjalë, nëja asaj kam, bë mbylle dritarën e së kaluarës, se ajo e kaluara jonë ka ndërtu gjemat të mykt, ka ndërtu musliman të drishkt, drejt për zdrejtit të drishkt, se ka koha i mu falë pispin 55, e tërma ati këtu, e qka pëndodh pra, kur jam këtu pra, qka pëndodh? Pëndodh që një njeri, i cili e la me arë në këtë gjami, kur t'i bëje 55, në 56 e lanë kamët, e lanë krahët, e lanë të menduarit, e lanë mushknit ata, e lanë sistemi nervor e la, e mujti sendi maj amël në dunjo, maj amli sen në dunjo se la me arë në gjami. Kusha i maj amli bre që s'le me arë në gjami? Sheqeri, sendi maj amël s'len me ba punën më të mirë. Sheqeri dau prej Allahut. Halli, sheqeri. Ai që ti e qëtë në tatli, ai që ti me ta e prit mikun, ai që ti me ta e ban baklavën, ai që ti me ta e pin qajin, ai që ti e qëtë të qumshtit, ai sheqeri kam s'pumojnë. E dau sheqeri prej Allahut, e dau amëlsina e dau. Allahu akbar prej sheqerit, Allahu akbar. Po thojnë hemen, si cili i pesti ash amëlsu tepër. Une me ketë s'po që ditëm fort, po që ditëm me një send, qaj që e ka sheqerin, qaq amël, që shposha qaq jist. Po ty barëm që e mush me sheqer dhe fjallë, barëm tamla. Amël to pak, ber falu bargza, mësë qënë kom se s'majnë kom të dim në shkan sheqeri, falu bargza. E a shakza në gjami ka thonë për nga marion, lau ta'lamuna ma a'lamu, la atejtum ila l-mesajidi habua. Tha me dit ju, që she di unë shka do me thonë në gjami me arë mu falë, kishe arë zhagza, kështu tha, ju kishe arë zhagza, kishe shku në hatë zhagza.
Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Sha'nuhu, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, aje edukoj ata, e mësoj për shpjegimin e Kurani Kerimit në detaje, neve të na i shpjegon, e ai në hadiset e veta të shkurta besa, edhe të qarta na shpjegoj neve për haxhin, çka fitojmë na prej atij më një herë. Fondi i fitoreve tona, i fitimeve tona të haxhit, është i futur në hadith të pejgamberit shumë të shkurta. Ai tha: "El hujjaju wal ummaru wafdullah." Tha haxhit edhe ato që shkojnë numra, tha janë delegacioni i Allahut Jalla Jalaluhu. Delegacioni i Allahut Jalla Jalaluhu. Tha in istaghfaruhu ghafara lahum. Tha me ju lip, ato Allahu të falje me ju lip, ja u falë Allahu Jalla Jalaluhu. Shkurt qartë. Tha delegacioni Allahut, ju mo tashtina për televizorët e ju, po i shifni shka të me thanë delegacion, se mo amush me delegacion e dunjoja, edhe për qatë shumë ashmush, që për qëtër sen ti s'po të vjen me ndëgjuve la, e priti, e përceli, u prit, u përcel, zbriti, hipi, pe aeroplanit të shkallë, në fund shkallëve, të vera parlamentit, në fund parlamentit të salla, priti e përceli, s'ka qëtër sen, televizori, i Libanit pra mu mbyll për 3 mujt e arshëm për këtë shkak, se tha drejtori i televizorit Libanit, e po neve as një dinar s'po na vjen, tha pse? Edhe e përceli, e priti e përceli, $120 milion kemi i borxh. Këtu thanë e priti edhe e përceli. Delegacion, a i keni pa vlau jam i dashur, delegacionit. A i ke pa delegacionit në shkallë të aeroplanit mund fund një qilim të kuq. Se a i halli ati që gjej i ka rujt dhend, së në po hes me këpus për mërmeri. Po unë i di do shka hesin për qilimit të kuq, me mu dhend i kanë rujt. Ta shti a i pa qilim të kuq së në po hes, 1.000 ushtar gadito, briskin push qelem hazër, se delegacion edhe thallat, edhe priqjet, edhe përcjelljet, edhe rojtjet, edhe mbrojën, edhe kerrin, edhe karikën, edhe shoferin, truprojën, që shit, shka mosi me veti, delegacion, Allahu, e ta shti mirë, shkoj edhe arë shumë mirë, pra u prit edhe u përcell me qilim dërë të shkallë të aeroplanit, edhe më në fund një përshëndetje me dorë, prej nalë në dërë të aeroplanit, edhe një përshëndetje u knaqa të ju. E ta shti ka thanë, haxhit, edhe ato që shkojnë numre janë delegacioni Allahu Jalla Jalaluhu. Në të pit ku i ke shkelti, në dhomën e ku i ke hiti, në stadionin e ku i ke hiti, në konakun e ku i ke hiti, fa min haqqil mazuri e njukri me zaira. Fa zati ai që ashtë ba vizit, ai e ka obligim vetës i ka ba obligim me nderu vizitusin. Ti të shpia jote, kur të vene dikush shpitane mrena, drejt nar, të më falni nar, lej delegacionat me qilimat kush, ti me halin tane dhe une, kur të na vinë njerëzit na kujqojmë të tërlagje, të ratarga që punave, jo na kemi dhomë të misafirit, e në dhomë të misafirit, shka fillon me njëherë mas i ti misafirit? Në dhomë të misafirit mas i ti misafirit, fillon sajgjia, më njëherë. Fillon prej të lëkura, prej të jastëku, prej të prushi, prej të druni, të zarmi dimnit, si tjetë verës të ventilatori, misafiri. E pastaj sofra, pastaj dora, sapuni, edhe peshkiri, kejt këto sende për kanë këto, për musafirin këto, për musafirin. Në regull, edhe një sen pra, po të parenherë kër vjene e misafiri që e bo mik me ta të parenherë. Atëherë edhe o borin me fshi s'kajmë, të na shofe miki se jemi të pastër edhe jemi të mis, kejt mo i kushtohet ati, të kush kanë shkua gjitë misafire. Ato tha, wafdullah, tha delegacioni Allahut në aborin e rahmetit, ato faktikisht kanë shku mulan bazinin e Allahu Jalla Jalaluhu, që shlan ato. Tha Rasulullah s.a.s. A i na kalzojnë hadith që shlan haxhit. Tha, la yadhallu l-muhrimu, tha Rasulullah s.a.s. La yadhallu l-muhrimu muhriman derisa ai që e ka hiramin vesh të haxhive edhe e mban veshat a derit përëndoj e dili, fa
ghabet ash-shamsu wa dhunubuhu maghfura. Tha me perëndimin e diellit perëndujnë gjunat e atij. Është fjala për ditën e Arafatit. Tha me perëndimin e diellit ditën e Arafatit perëndujnë gjunat e atij. Kështu lan haxhit. Ka thënë më mirë ndonjë. Ka dinë borën e kuj ke shku. Ai çka ka thonë hak ta fali. Me ba njëni prej neve një gabim prej gabimeve të kësaj bote të madh, aq sa ai me ta është ngarku edhe është binë se mo ka ngelën ta, e ka therë kryetari shtetit hec ta fali. Si të qohët ki në akşam hekurës këmishën, hekurës pantolët, laj për zdit, hekimet e më thima falë mu mdokët se ki veshët në akşam edhe flanë karik. Për mësë me ju prish ato fetesha se nesër ka me shku të kretari me ja falë këti. Fest e madhe, Allahut ka therë në Arafat me ja falë, për me ta falë, që ditëm që shri këto, që ditëm që shriti këto, që ditëm që shralosh, që shëngjitesh ti për toke këto, edhe s'din faktikisht me bo një jetë. Dunjon, si jetë e për cilë mirë, unë jam të se si jetë e për cilë procesin mirë. Se jetu me kalibrin e vjetër, me atë kalibrin e ati hoxhës kur ka spjegun në gjami, në haqillëk, mësë gotë, që në këtë kursi gjami e të dhe në qetërën, mësë gotë në haqillëk, të mëramën frim me mundësi me mujt me meta gje. Po pëse me meta gje? Për shka me meta gje? Ti më ndonë se i mirë si t'hish këtu në tokë kalon keq këtu? Jo, i mirë si t'hish këtu në tokë kalon mirë. E unë për të kalzoj, kjo e ka kuptimin i keq si t'hish në tokë a gje për të keq të marrin urfuni. Për të keq të marrin ta kishe me dije. I keq, si të shkojsh i keq, edhe me sa dish pse ke shku i keq, edhe vdes ki për të keq të marrin. Këtu për të mirë të marrin. E jam shkon haqë me ko unë i thëmë 25 veçarë. Edhe 30 qisaj unë i thëmë me ko. Asaj qetërës i thëmë matanena pak dishka qetër. Me ko shkoj edhe ja kontriboktu, ja kalzoj rinjës tande se na ishmi shumë, na ishmi 1 miliard e 750 milion. Te na nuk ishte që shpënathojshin neve politikante tonë. Te na nuk ishin që shpënathojshin neve njerës të letërsijës edhe të vjershave edhe të kangave, na i spjegojnë edhe që duhet me qenë na. A i shka na knonë kangë neve, këngëtarët, ato une, di se je vënonë, ama faktën shka kemi bo që na prej faktit zdalim, shka kemi bo që na selam të vërtetën pa e thonë, sa i përket ndërtimit edhe zhvillimit edhe qëndrimit një popullit, a komba qish du shtuj, sa i përket qëndrimit ati me met, me egzistu me një vend, me u formu, me u ndërtu, me u ngrit për pjet, me u zhvillu, me u arsimu, me u formu me një fjalë, pra, këngëtarët janë e mramabire kavallit. Mund fun, që shka me bëjë që ato janë bëjë para bire kavallit tash. Mu e më ngon 1 orë një javë, vetëm 1 orë një javë, edhe ata mi falë vetëm 5 minutët e tua, ma si t'i shimësh 60 cigare për të shpia, edhe cigara lëkin t'a gjegësh mua vaj, t'a shofe gazepin, mi falë mu 5 minuta, këngëtarëve 7 dit ka 24 orë, 7 dit ka 12 orë atime. Pse? Ato t'kanë kalzu tije se kur me shku në haqë, ato politikanët për mundohen me i kalzu shqiptarëve, me shku në haqë, mës me shku, kim se kja është ma detira ative. Ato për ju kalzojnë se që shmi janë gjitë e emnin gjallit, a që shmi janë gjitë gjallit e emnin e qikës, ashtë punë kursirës gjamiës. Nuk ka punë e ati shka e mësen vjersha fmit. Nuk ka detire vjershatarit aj, nuk ka detire linguistave me avnu fmive emnat. Linguistat nuk kanë të drejta me regjistin me thonë, na jemi ato shka diktojmë emnin e fëmijës. Pse? Unë jam shqiptar, duhet me janë gjitë cullit e emnin shqip, unë jam aj shka kalzoj se që duhet me janë gjitë emnin. Pse? Unë mës jam kurd? Unë jam kurd, mës ka marrë për Kurdistani këtu? Hoxhallarët janë shqiptarët më të mëdhej në gjitha kohat prej gjithë njerëzve të shkolluar në popull. E këta kur e thamë unë duhet me mbrojt. Hoxhallarët janë njerëzit e kombit më të mëdhajt edhe më të gjatit prej të gjithë qerëve. Këta duhet me mbrojt. Qish janë ato kështu? Qish janë? Na qumë gjemë me mësu në Francë. Edhe u banë francezë.
edhe folën frëngjisht pastaj. Na qumë gjemë me mësu në Angli, u banën angles, folën anglisht pastaj, janë të registru. Na qumë gjemë me u bëha gjallar, me vite, me dheta, me qindra vite për këtu, ardhën këtu folën Shqip, njoni prej ative për të folë Shqip, tash atu të folë Shqip, aja para ti ka folë Shqip, mas muë dhe të folë Shqip. Edhe ato s'ka banën, u munduan bile që ta hekin fjallorin e huaj, me vepër u munduan që ta hekin fjallorin e huaj. Pra, nuk ka kësi, emnin, nuk diktohet linguiste emni që në gjitët, emni është pjesë për bërse e fes njonit prej neve. Në kejtë botën kështu është pjesë për bërse e fes e pashmangshme. Këta e dikton kursia e gjamiës. Pastaj unë dalë për këtu më njëherë, kush ka dëshirë me pytë në thellësi të kësaj problematike, mas gjumos. Mas gjumos apo në konak, të qka ka që ajo të emnat kumet, vazhdojë të anena, ta spjegojmë në hartën e emërtimit të emrave në gjërësi. Rasullullah sallallahu alaihi wasallam në haxhin e vet, ajo është një haxh, nuk ka baj më shumë vetëm një haxh. Ishte i zanën me shumë punë deri te ndërtimi i shtetit atij, e në vitin 10 të hijratit e ban një haxh. Në atë haxh i radhiti ata si është shpjegu gjithmonë. Kur e kreu më në fund tha khudhu anni manasikakum, tha haxhin bane simpat të e ban, kështu tha. Bane haxhin simpat të e bon. E unë tash këtu prej kejt punëve të haxhit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, do të spjegoj disa fjalë që ai i foli në Arafat, ka qenë ditë e xuma. E ka emrin haxhi ati, haxhi madh. Edhe haxhi juve dhe joni, si të ndodhe Arafat ditën e xuma, e ka emrin haxhi madh. Ai e ka bën një haxh, Arafati atë vit ishte ditën e xuma. Në këtë ditë xuma, në kodrën e rahmetit, ai mbajti një fjalim sallallahu alaihi wasallam. Unë nuk do të spjegoj para jush të gjithë fjalimin. Gjithë fjalimi është i gjatë. Aja është 23 vjet i gjatë, xhamati dashur. Këtë fjalimin që ka marrë pejgamberi në Arafat është i gjatë 23 vite. Sepse ai për shkurti e futi veprimin 23 vjeçar me vahi në këtë fjalim. Edhe faktikisht Islamin komplet ai në këtë fjalim e regjistroi në fjalë shumë të shkurta, të famshme të ngriturat atij, ku ai me fjalit e veta të shkurtura arriti kejt Islamin me najlon miras në këtë hutbë, normal se me Kurani Kerimin edhe hadisin. Unë do t'i ceki se desi është duke u kri, sot koha për mbaron, unë do t'i ceki vetëm disa sende në fillimin e hutbës ati, e qetrën inshallah në bjen rasti me spjegu në derse që vinë inshallah. Ai në Arafat, normal pasi u nis prej Medinës me 124.500 njerëz, a i urdhnoj për në hajë në Medine, edhe 124.500 burra dhe gra janë nisë Medine. Bile, kur jam këtu, po tham se të dalurit prej Medines, vendi ku vishet Hirami, i quajtur mikat, i caktoj mikatët për kejtu metin rreth Mekkës prej ka vijet, el Gjuhfa, Qarnul Menazil, Yalemlem, Dhatu Irq, edhe Dhul Hulejfa, këto janë vendet ku s'ban me i tepru Haxhia pa Hiram. Në Dhul Hulejfa një gruas i kalin një fmi dalmi prej Medines, ajo erdh edhe mësoj e pyti pejgamberin çka kam me bëune, edhe ai mësoj atë se si mu përgatit për haxh pasi që i lindi fëmia në rrugë 20 kilometra larg Medinës asaj. S'jam këtu. Jam në Arafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me 124.500 burra, me 98 e diçka % hafëzllar të Kurani Kerimit, njerëz të mëdhaj, edhe njëni nga këto 124.000 ishte një tuc mrenda. Një tuc për njerëzve. Ka arë Medine, ka thënë ja Rasulallah, unë tutëm shumë. Tha pikuj, tha pikej sendeve. Tha, ketë veçan dishka, tha jo, tha 2 ta tutëm pikej sendeve. Unë tutëm, tha ditën, tutëm natën, tutëm prej insanve, tutëm prej kafshme, tutëm prej hijes, tutëm prej territ, tutëm prej dritës, prej ketë tutëna. I tha për nga meri, hajden haqë me neve. 8 muaj para haqët ka ndodhë. Tha, hajden haqë me neve. Tha, kjo shka ka për bashkët. Ka arë ki për qeter ilaq. Tha, hajde me neve në haqë. E ka prit kohën edhe erdhi koha haqët. Unë nisë me këto 124.000 Arafat ditën e gjuma, të kodra e rahmetit, ki njeri në mesin e kësaj grupe, vetë foli një fjalë, tha, la jem bagi li men wajada nafsahu bejnë ha u la jen jakhaf. Tha, ai që hinë këtu në mesin e këtive, njerëzve tha, zban mutut, ai vetë tha.
Që i laçi? Recepti mirë. E di kur tutësh? Vetë si tjetësh. Si tjetësh vetë tutësh. Prej kejtë sendeve tutësh. Se kur tjetësh vetë më spari, shka të ndodhë? Më spari të ndrohet gjinia, kur tjetësh vetë. Delpin burë ngrue. Pastaj tutësh me dal në barë, tutësh me nejtë palam, tutësh me flet vetë, e keni pagë, tutësh me flet vetë, tutësh me dal në barë, tutësh me shku larg natën, tutësh me shku ngat natën, tutësh me shku larg ditën, tutësh kitë tutësh, se ndrohet gjinia, ka hubërnia kejtë. Sa burrave tash momentalisht mundesh me urdhënu me unis për dikun natën në thellësimi i shtin. Sa janë, veç vetë, sa janë ato? Ato janë pak. A shumica shka janë? Shumicës ju duhet numër. Ka thonë pejgamberi jon has me neve në haxh. Kur e ka pa vetën në mesin e vllazëllëkut, kur e ka pa vetën në mesin e vllaznive, tha kush e shef vetën në mesin e këtive njerëzve, tha stutët ai mo. Kështu ja ka hek pejgamberi tutën këtij. Normal në Arafat vazhdoi të fjalimi i pejgamberit alayhis salatu wasalam. Vazhdim fjalim islam, fjalim bazor. Dëgjoni vllazër të dashur, prej ku ka fillu Muhammed Mustafa në Arafat me bisedën e vet. Ai tha: "O ju musliman, o ummeti jam deri ditën e Kiametit. Do të ndigjoni tha fjalët e mia ju që jeni këtu, e do t'ja transmetoni ative që nuk janë këtu më në fund." Tha: "Inna dima'akum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha." Tha gjaçët që i keni në gjahilije sot bin poshtë kejt. Kështu tha se kishin fiset gjaçëve 200 vjeçare. Tha gjaçët që i keni në mes vetin ndaj njëri tjetrit sot bin kështu kejt poshtë, mas sodi ma kërkush prej kërkujt gjak nuk kërkon. O xhamati dashur, a ke dëshirë me ditë se disa krena në xhamatin ton, pra po them në xhamatin e madh tonin, sa janë zvoglu? Kur kam ba unë një spjegim të qëti reshtit të fjalimit të pejgamberit a.s. me një tribun në keq stil të spjegimit kështu, njëni nga njerëz të tonë ju dok ati se e ka krinë e madhe, tha qebe si janë të në qeta, tha njajt i marrumi. E ti që shpëdo mu marru ma shumë? Se ka banë të në qeta i ka pajtu gjashët, njërë me spari gjashët i kanë pajtu studentët. Gjaqët i kanë pajtua gjallarët edhe pleshtë dhe studentët marrë i puna. Kjo ka ndodhë kështu në ashe vërtit. Rasulullah a.s. pejgamberi Allahu Gjelle Gjelalu të krahasohet me një njeri të rëndëmt, ashtë turp edhe në nëshmim, ashtë krije vogël ki njeri që i bisedon kësi sende. Tha inna dima'akum alaykum haramun. Tha gjaqët prej sot e andej, tha mo bin poshtë nuk mirën. Pajtimi i gjaqeve njëni ta. Kësa është pajtimi i gjaqeve? Kja është gvurja e gurit të themelit të diturijës dhe vetëdijës së ngritur të lartë të muslimanëve, se ato s'derdhin gjakën u njeriut. Muslimani nuk e derë gjakën u njeriut asnjëherë. Asnjëherë si ja derë gjakën u njeriut. Se ashtë imbrojtun, aja është imbajtun, ashtë i mirë mbajtun vetë, aje din shka të me falë derë dhe gjaku. Tha, inna riba el jahilijeti mauduun tahte kademi hadha. Tha kamata e jahilijetit është prej sodit në kam të mia, s'ka kush i lip kamat që të kuj ma. O ti gjahil moderni bashkohor që ke arë ndështa me falë gjumon, unë kam dëgju se ti në katunin tem po jatë pare me kamat tash. I pas ke pa një 10.000 mark jetën tane, 10.000 mark i pas ke pa të parë njerë jetën tane, edhe ti ke mendu se u bane dikush, apo me 10.000 mark. 10.000 mark bujuvana ti pinë kafe me shok sot. Na 10.000 mark, ama në krejet mujt 11.000. Ja gjahil, o ti ta kishe me dijet, ti jesh i vërtet se namazin e gjumas nëse ke arë me fal, edhe je kësisoj nuk pranot. Se pejgamberi jon ka thonë, men akala lukmatan min haram, len yakbal Allahu minhu sarfan wala adla. Kush e hali ka fshat haram, Allahu as farzin as nafilen ka bullë si aban. Dil prej kësaj krize. Nëse e njef Muhammed Mustafa në pejgamberin tanë të ajthan Arafat, inna riba l-jahilijeti mauduun tahte kademi hadha. Tha kamata e jahilijetit sot është nër kam të mija ma. Ska kamat muslimani mes muslimanit.
Apo do këtë ti e o musliman atje ku je? Se ti po bën diçka, apo do këtë se po bën zëngin? I ka dhënë 100.000 mark, 110.000 me i marrë në kretë mujt. Ti po fundosësh. Ti po fundosësh. Anija jote ka bon ndeshje në Pacifik me anijen e Allahut. Edhe anija jote me kejtë familjen tane po fundosët. Shumë shkurt e ke, edhe pak kemet po u fundos, veç krijat kamet jashtë me të doke edhe disa momente. Rasulullah a.s. Këto fjalë që i ka folë në Arafat nuk kanë qenë epshi ati, ligji Allahut. Tha inna riba l-jahiliyyati mawdu'un tahta qadami. Tha nërkam të mia është kamata e gjahilave, e vuar deri ditën e kiametit, s'ka kamat mon mes muslimanve. Wa dima'u l-jahiliyyati mawdu'a. Tha gjaqet e gjahilijetit poshtë nërkam të mia kejt ka thonë. Fa inna awwala damin adha'uhu tahta qadami dam ibn al-Haritha. Tha të parin gjak që e fali unë sot këtu e kam drejta me lip. Tha gjakun e njeriut i cili e ka emrin Haritha është migja jem. Tha gjakun e migjës tem, tha unë sot e fali i pari këtu. Se marë ma. Nuk a kollaj mi ju thonë halkive, fale. A i Muhammed Mustafa se ban kështu. A i thot parin gjak që unë e fali sot dhe se marë, është gjaku i migjës tem. Tha wa inna awwala riban adha'uhu tahta qadami hadha riba al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Tha të parën kamat që e fali unë, tha, është kamat e Abbasit, agjës tem, s'ka kamat ma. Tha zohë o musliman, mos shifandër. Trazohë se ti po i dhave 1.000 mark, me ti dhanë 1.100 kretë mujt, ti ke pa andër të mykt, ti ke pa andër të vdekt, se në ato 100 marka është burgia prej urfuni anijës tane të shpërthi. Është tërveli kemi thonë na, është tërvela që shpërthane anijën tane prej urfuni me u batisti. Ti s'jete e pa. Ajo është ajo burmashina pra. Ajo është ajo burmashina që është të të shpua anijën prej urfuni me u fundos. Trazohë. Jepi para të ha. Mos jep me kamot. Jepi para të ha. Ama dhe ti që i ke marë para të ha, trazohu prej gjumit. Trazohu se na kemi thonë këtë gjami atë shumë që jemi bezdis prej njerëzve që e kanë hub nderin e këthimit të uhajave, jemi bezdis sa kemi thonë gjami, mos jip një uhaja ma. Këta kër e kemi thonë me një zemër të mlefosur, se s'ka shëriat, s'ka fe, jashtë taklapave të islamit. Uha muslimani jep pare vlau i dashur. Ai e liron kojshin e vetë prej problemit. Ai e liron kojshin e vetë prej dertit. Ai ja lan borgjin kojshijës. Ai e ngrit kojshin. Po ai qetri që ka morë uhan, ma pak gjumë du të me ban. Ma pak gjumë du të me ban, me i këthi ato me ko. Me i këthi ato me ko. Ashtë popull, momentalisht në moment, i halitur, se ka hub përgjërsia fetare ndaj këthimit të uhajave. A mës këthimi uhajave, ku e qonë umetin? Unë një zingjir të shkurt me disa halka, pe spjegoj edhe pe mbylli desën e sotit. Unë kam me ta këthi ti e një 1.000 mark uha. Ta kam vanu një muj. Ti ke pas me ato 1.000 markat me ble tekstil. Një muj ma vonë ke shku të fabrika tekstilit. Ai një muj së në ka shi që ka shet tekstil. Një muj ma vonë ka shku të toptoni vetë ku blen. Ai një muj ma vonë ka shku të e shka mel konop. Ai një muj ma vonë ka shku të e shka e pregadit traktorin me livruarën e konopit. Ai një muj ma vonë ka shku me i ble ato farat me mel konop. Ai një muj ma vonë e ka ble maqinën me livruarën. Ai një muj ma vonë e ka pagu i tuin me vadit. Ai një muj ma vonë e ka maru bronën. Ai një muj ma vonë e ka meritu shivin prej Allahut. Këto imi na. Ashtë marë. Ashtë vërtet se ka një friga me dhonë para uha? Ashtë vërtet ka një friga me dhonë para uha? Sa ka një friga fel? A i që i ka, po banë beqi si kam. Qa që ka një fel? E qish ka qenë pra dhe mbylle desë? Të nësujti, qish ka qenë edhe mbylle sot pra? E di qish ka qenë? Ka thonë aj, kur për mi lipa i pare të ha, për mdo këtë se për më shef se i kam. Edhe për gjepit na. S'po mundët a i më ubim se ta shaj se di. A i thot, mas i ka bo men 600 shpi katunin,
kazatet të unë e kejti ka përci, ke e di, ki po më shafë se i kam, na, më një herë, e hajë, qka po bana i qetri tash? A i qetri i ka marë për një muj, kur janë bërë 29 ditë të dera, 29 ditë të dera, musliman, të dera, ma 29 ditëve, që këto parët, po nesër bre kemi pas fjallën, maj, bemi 900. O vlazni, u haja kështu e ka pas, në të muslimanët, 900 ja ka marë, isha ka pas një mimi marë. Ti pyt shtjone për esosi, të të spjegu me një fjallë, islam e shumë të mirë, pse a i s'ja ka marë 1000, 1000 ka marë, pse s'ja ka marë 1000? A i ja ka marë 900, 100 ja kalon, jo me ja falë, po me ja bo me dije, se e ki udhën qelë me ardhë me lipë kërë të bishën zërë. Sta kam shelë udhën apë. Prap kur kishe problem, unë jam këtu, masi ti e kësisoj që i bjen një ditë për para, maj 100 mark me vete, tonë e mi jepë kur të mi bish ato qerat, si të bishën zërë, si të lipësh. E kemi qelë me një qetrin, kështu ka qenë, walillahi l-fatiha.